e çuditshme dhe befasuese duket në fakt në këtë moment krize kur në Gjermani ka rreth 3 milion të papunë, por Gjermanisë do t'i mungojnë rreth 4 milion punëtor deri në vitin 2036. Kështu e ka llogaritur Instituti Ekonomik Shkurt IV, e ndërshkaqet kryesore janë nataliteti i ulët dhe zvoglimi i migracionit. Ndërkohë që shumë shpejt do të dalë në pension brezi i ashtu quajtur baby boomers. Sipas një studimi të këtij instituti, dalja në pension e brezit, kur Gjermania kishte një natalitet shumë më të madh, do të shkaktoj probleme shumë më të mëdha në tregun e punës se sa që kishte parashikuar ky institut, por edhe institutet e tjera. Kështu që popullsia në moshë pune do të tkurret me afërsisht 3 milion punëtor deri në vitin 2036. 2 vjet më parë, i njëjti institut kishte parashikuar që deri në këtë vit do të mungojnë rreth 3 milion punëtor, por në 2 vitet e fundit në Gjermani është zvogluar dukshëm edhe ardhja e punëtorëve të huaj ndaj ky proces, po përshpejtohet dhe humnera mes nevojave dhe numrit të punëtorëve po rritet gjithnjë e më shumë. E një problem tjetër, siç e thash, është edhe rënja më e shpejtë e natalitetit se sa që është parashikuar më parë. Në vitin 2024 është parashikuar që popullsia e Gjermanisë të rritet me 85 milion deri në vitin 2040. Ndërsa, tani thuhet se numri jo vetëm që nuk do të rritet, por do të bie nën 82 milion deri në vitin 2040. Vitet e fundit, shumë njerëz po vdesin se sa që po linin, kështu që deficiti vjetor në banor aktualisht është rreth 350.000 në vit. Deri tani këtë rënje e ka kompensuar ardhja masive e të huajve, ndërsa me rënjen e imigrimit kanë rënë edhe parashikimet për numrin e punëtorëve në tregun e punës. Ndaj, në këtë studim ka edhe një tjetër parashikim të keq. Nëse gjërat vazhdojnë si tani, atëherë në Gjermani me siguri që do të shqyrtohet dhe është i pashmangshëm pra shqyrtimi i mundësisë së daljes në pension në moshën 70 vjeç. Aktualisht në Gjermani ka rreth 3 milion të papunë, por njëkohësisht ka edhe rreth 650.000 vende të lira pune ku kërkohen punëtorë me kualifikime të caktuara, të cilët aktualisht mungojnë në tregun e punës. Njëkohësisht, këto ditë ju kam njoftuar që vitin e kaluar në Gjermani është shënuar edhe një ikje rekorde e shtetasve gjerman, të cilët kanë gjetur një punë dhe një perspektivë më të mirë në vendet e tjera dhe janë larguar pra nga Gjermania. Nëse jeni të interesuar të dini më shumë për këtë temë dhe për shifrat e ikjes së gjermanëve nga vendi i tyre, si dhe për shkaqet e ikjes, mund të shikoni këtu më poshtë pak në këtë kanal dhe do të gjeni videon që kam parë. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua.